Dhul Gjelal. Prandaj e kam përmend dietarët që nesër ditë Kiametit ka më konë dita më e vështirë për njerëzin. Prandaj edhe sot kur janë shtohen sprovat e botës islame, sprovat e njerëzimit, janë sprovat shumë të mëdha ku jemi duke u ballafaqu i madh dhe i vogël me këto sprova, vllazën të dashur duhet shpesh herë me paramendu ditën e Kiametit kur kemi me dal para Allahut Dhul Gjelal. Se nuk kemi çare pa dal para Allahut. Edhe është dita e të cilin Allahu më shumë të ka përmend në Kur'an, është vetëm një ditë, është dita e Kiametit. Është dita e ringjalljes, është dita e takimit me veprat tona. Ne do të takohemi me historinë tonë, do të ballafaqohemi me historikun, me të kaluarën tonë, do të ballafaqohemi vllazën me të gjitha veprat tona, qofshin të mira, qofshin të këqija, qofshin tamla, qofshin të thta. Na nuk kemi çare po u ballafaqu. Qoftë edhe sa një zerre, qoftë hajër apo runazë, qoftë sherr, njeriu komu ballafaqu me ta. Për këtë arsye në ditën e Kiametit ka njerëz të cilët i kanë zonë deka, nuk kanë pas mundësi mu pendu prej një gjunohit caktum. Edhe Allahu Dhul Gjelal nuk ja u ka fal. Pse keni vënu pendimin? Pse i një vënu? Edhe nuk ja u fal. Edhe thot pejgamberi alayhis salatu selam, kur e ka përcejnë provimin banorët e xhennetit dhe hyn xhennet, e tani ju kujtohet njerëzve se e ka pas një shok, e ka pas një dost, e ka pas një vëlla, e ka pas një xhamat e ka pas një hoxh, e ka pas dikush një bab, e ka pas dikush një nan, e ka pas dikush një antar të familjes, këtë mos t'i numërojmë gjithë, edhe tash i shesin nuk i takon ata. Me automatizëm të dashurit e mi, që nuk takohemi në xhenet, kanë më na rikujtu ata njerëzit tanë ku janë. Edhe ku kena më pyet na, kanë kena me vetë na, kanë tjetër pas Allahun. Edhe në ditën e Kiametit, ditën e takimit me Allahun, e cila do të zhvillohet dita e xumë, pyetja e parë, kërkesa e parë, Allahu do t'ju thotë xhenetlive, unë du mi u dhon halak knatësi më shumë. Mirë po xhenetlit, kërkesën e parë kanë me kërku te Allahu. O Allah, i kena pas do njerëz në atë dynjë kur kena jetu, që me ta kemi qenë bashkë. Por rahmeti yt ka diktu që neve me na fale, drejtësia jote ka diktu ata me xhehenem i dënu. O Allah, ka mundësi na me bo shefat e ti. Na me bo shefat e ti. Këto fjali do t'i artikulej i pari ynë, Muhamedi alayhis salatu selam. Por fjala është për në xhennet, jo para se me hy në xhennet, se para se me hy në xhennet dhe para se mundoh udhë xhennet e xhehenem, aty veç një njeri ko me fol. Ai është Muhamedi alayhis salatu selam. Kush posti nuk ka të drejtë? Ja, kush posti nuk ka të drejtë? Këtë drejtë ja ka dhënë Allahu. Këtë drejtë ja ka dhënë Allahu. Për këtë arsye dhe ne ku lutemi Allahun, o Allah, mundësa ja Resulullahit, ai ty me të lut për ne. Shiqa, jo ti direkt me thonë ja Resulullah, ti lutu për mu. Jo, kështu nuk bën. Po prapë do të më thonë, o Allah, mundësa ja Muhamedi alayhis salam, ai mu lut për mu. Te ti. Kështu që të dashurit e mi, anë xhennet, se cili xhennetli ko me pas këtë mundësi të ardhë mu lutë Allahu për të afërmit e ti, cilë dikush ko me konë xhehenem. Na që to nuk e mendojmë, kur ulemi në drejkë apo në darkë, me antarë të familjes, para se me hongër buk, me nëni vllazni, se ka mundësi, qysh jemi të ullëm, qështu bashkë, nuk kemi me konë tonë xhennet. A ka mundësi, kemë ndodhë, po ka mundësi. Për këtë arsye ka përmend Muhamedi alayhis salatu selam. Prandaj, ati cili t'i vjen deka në rrugën e Zotit, kur vllazën nuk bën me kajt, i lumi ai ku ka shku. Sepse qysh des, qashtu ki mund gjallë të Allahu Dhul Gjelal. Mirë po, a din kënë du të me kajt. Du të me kajt atë njeri i cili vdes, edhe është largë udhës Zotit. është për me kajt. Sepse edhe xhenetlit kanë me kajt për ta. Edhe kanë me lutë Allahut. E një për i djetarve, kur e ka tregu qëtë hadith, sa dhe kësoj ditën janë librat e ti që i ka shkru para 700 vjetë. Edhe thët, xhamatit vetë, me lëtë në sy, thët, posh Allahun,
ju drejtohet xhamatit. Posh Allahun. A ditë kur ndodh xheneti, e nuk sheni mund ai pitut e dietare, ndëgjoni me vëmendje. Thot mos pritoni me lut Allahun. Thot që më nxjerr pe xhenemit, thuni se na ka mësu Islamin. Na ka mësu Islamin. Në fund ai nuk ka mujt me thon para xhamatit, po ka lënë shkrume. Veç kush i lexon veprat e tij mundën me lexu çka ka thon. Ai në fund ka thon: "O Allah, ka bëni lutje. Nëse se ke shkru ti që unë më kompi xhenet live, posh rahmetin tën, i shkruan atë. Posh rahmetin tën, mos ta din xhamati jam që unë nuk jam xhenet. Mos ta din xhamati im që unë nuk jam xhenet." Thot se më vjen morre se këtë jeta më ka shku. Thot më ka shku të i thirr popullin tam në rrugën e xhenetit. E runa Zot vetë mos me kon xhenet. A ka mundsi kjo më ndodh? Po vëllazë. Pse? Se Allahu e lyp sinqeritetin. Sa e kena për Allahun. A jeta është e kot. Mundet me na mashtru. Mundet vëllazën të dashur, shejtani me na vnu pengesë. Mos me koni mençëm. Mos më koni zgjut. Mundum shumë let prej rrugës xhenetit më largu.